Dhoma e Avokatisë në Korçë është bashkuar bojkotit të kërkuar nga Dhoma Kombëtare e Avokatisë pas arrestimit të avokatit William Bejrami në qytetin e Elbasanit. Sipas avokatit Esmeral Xhafa, do të bojkotohen të gjitha seancat penale, ndërkohë që avokatët do të jenë të pranishëm nga seanca për çështje civile dhe masa sigurie. Për momentin është një vendimarrje e Dhomës Avokatëve të Shqipërisë, e cila ka vendosur që të bojkotojë vetëm seancat penale nga data 20 deri në datën 25 të këtij muaji dhe më pas në varësi të reagimit të institucioneve do shohim dhe vazhdimin e bojkotit. Pra bojkoti ka të bëjë vetëm me përfaqësimin në çështje penale, qoftë në prokurori, në veprimet hetimore, qoftë edhe në gjykime. Ky bojkot nuk është për çështjet civile, të karakterit civil, për çështjet administrative si dhe masat e sigurimit. Arsyeja është arrestimi i kolegut ton nga ana e prokurorisë së Elbasanit, ku ishte në kryerje të plot të detyrës së tij në mbrojtje të interesave të klientit të tij, ku kishte konstatuar një falsifikim të bërë nga ana e organit të prokurorisë, sipas atyre që ka rezultuar deri tani, ku është konstatuar që zbardhja e pamjeve filmike në proces verbalin e prokurorisë jepte rrethana të ndryshme nga ato që ka rezultonin nga pamjet filmike dhe në të tilla kushte i ka bërë me dije prokurorit se do ushtronte të drejtën e tij duke bërë edhe kallëzim për shkak të këtij falsifikimi dhe në këtë moment nga ana e prokurorit i është thënë që do arrestohet dhe u bë fakt që u arrestua.